Rikthehemi sërish në studio, në fakt ne po e vazhdonim diskutimin, unë po vazhdoja që të merrja informacion, zonjat kishin shumë pyetje, se ndoshta kanë dëshirë që të regjistrojnë në kurse caktuara të sportit njerëz të tyre të dashur, edhe për ju nuk është vonë, asnjëherë nuk është vonë për sportin, kështu që e vazhdojmë me pyetjet që kam tani për Editin. Ju besoj keni ndeshje të zakonshme. Sidomos kampionati, sapo e kaluam, dolëm në vend të katërt. Kishim mundësi më tepër, por pata dëmtim, domethënë duke qenë sulmuesa kryesore e ekipit. Pata shëmbadorën edhe ndeshjen e fundit nuk arrita dot bëja paraqitesha ndeshja. Edhe iku mundësia jon për të futur në treshën më të mirë edhe patëm. Edhe çfarë, unë e kam dëgjuar shumë shpesh shprehjen që thonë sporti kërkon talent, kërkon punë, po kërkon edhe pak fat, pak fare fat. Po. Mendoj se më shumë është pjesë e fatit, sepse normalisht kush futet për ta marrë diçka seriozisht, përveç talentit, kuptohet që do punoj fort, pasi konkurenca është gjithmonë e madhe, sidomos tek lojtarët e fushës, dhe fati është shumë e rëndësishme sepse një dëmtim i vogël dhe mund të humbësh ndeshjen ose finalen, kampionatin. Që kjo nuk është absolutisht gjë e mirë, sepse nga ana tjetër të demotivon në një farë forme, apo jo, Edit. Po mirë, a vinë miqtë të tu, mikeshat, prindrit të ndjekin kur ke ndeshje të rëndësishme, sa zemër të japin? Gjithmonë i ftoj miqtë tanë që të vinë në ndeshje dhe gjithmonë kemi pasur një tifozlik shumë të zjarrt nga ana tyre, sidomos mami, nuk len asnjë ndeshje pa ardhur. E dija këtë? Ta përshëndesim, se ka qenë ajo shtisa kryesore, Edit. Mami gjithashtu dhe vllai, i cili dhe ai merret me voleboll. Janë gjithmonë aty pranë meje në çdo ndeshje. Madje edhe kur i kam jashtë Tiranës, vinë gjithmonë të më shohin. Vllai sa të ndihmon përderisa merret me voleboll, ndonjëherë bëjnë mirë. Gjithmonë më kritikon, asnjëherë nuk vjen të më thotë që bëj keq mirë. Jo, po bën mirë sepse kritika është nxitje për punën. Edhe pse është më i vogël se unë, gjithmonë thotë, jo, nuk ishte paraqitja jote më e mirë, nuk më pëlqeve. Tjerat luajtën më mirë se ty. Edhe këto! Gjithmonë. Tani, ne për qefin ton do shohim atë materialin që kemi përgatitur për ty, për të treguar vllajt, mamit dhe të gjithë atyre që ndonjëherë bëhen pesimist nga loja jote në fushën e volebollit, se Editi ja del gjithmonë, edhe kur është dëmtuar, përpiqet që të rikuperohet sa më shpejt për të qenë pjesë e ekipit. Shohim bashkë. Para 5 vitesh, kur ajo ishte vetëm 10 vjeçe, nuk e kishte menduar kurrë se volejbolli do të kthehej në pasionin më të madh të adoleshencës së saj. Editi sot është 15 vjeç dhe shtysa për të ndjekur këtë sport ishte nga nëna e saj. Viti i parë i frekuentimit të volejbollit ishte më shumë një detyrë se sa dëshirë, ndërkohë që sot, pas plot 5 vitesh, ky sport i fal çdo ditë më shumë dashuri, energji e besim në vetvete. Ajo frekuenton çdo ditë stërvitjet dhe ka marrë pjesë në shumë kompeticione të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit. Në klubin e të rejave të Tiranës, të cilin e ndjek çdo ditë, ka njohur plot miq duke ndarë kështu interesat e përbashkëta. Editi e shikon veten si një ekonomiste e ardhshme, por e bindur se nuk do ta mbajë asnjë ditë larg jetës së saj, topin dhe rjetën. Mirë, për të mbetur në këtë atmosferë, si të duk vetja? U kënaqe që e pa? Po. U kënaqe. Okej. Olivia, besoj ka ardhur mamit ka shoqëruar teksa ti ke qenë duke bërë not. Vjen zakonisht? Gjithmonë. Të filmon kështu me celular për ta parë ti vetëm? Kur bëj shumë mirë, ajo aty ka telefonin. Gjithmonë e bën. Ndonjëherë bën dhe video. Kur ti je shumë në formë. Po, më trego pak, a bëni gara me shoqet në not? Si? Gara, do të thonë, filloni të gjitha së bashku edhe kush arrin e para në finish. Shikon edhe, nuk e bëjmë ashtu me shoqet, e bëjmë vajzat ekipeve të tjera.
Me vajzat e ekipeve të tjera dhe fitoni përgjithsisht? Herën e shkova në gara, ata se këshim bërë të drejtë, se unë kam linë në 2007, këshim bërë sa vajzat që kanë linë në 2006, 2005, edhe që më të më dhaja, tha unë. Dhe është normale që si shte e drejt, ashtu. Tani Olivia më dha një indikacion shumë të rëndësishëm. A është e vlefshme edhe kjo që sa po tha, që në garë duhet të futen fëmijët të grup moshave të njëjta, ata që kanë një eksperiencë të njëjtë në sport, apo jo? Jo, normal që duhet bërë darë grup moshave, se nuk mund të fuzësh një që është 4 vjeç me një 7 vjeç dikë, që eksperienca ti tjetë është më e madhe. Të janë disa hile që mund bëhen aty ke ato të federatës, ato të notit, varet se kush bë organizimin. Ama kjo i lëgjurëm fëmijëve, si në rastin konkret? Normal, diskutohet, ka pasë raste, edhe neve na kam kur kena qenë që bëshim notët mosh më të re, kur vazhdoja notin do të si sportist, ka pas notar që unë isha 18 vjeç, ato fusin 22, 23 vjeç. Gjë që se kontrollohet do të është diçka që ndodh. Normal që të le ndjesit keqe, po të stërvite shumë, sa do moshtë madhe të ketë ai pastaj vjej pikës nuk do t'ja dish më. Në fakt, ka ambicje edhe për këtë lloj sportesh që deri diku, duke se transmetohen ka shumë jehon këtu në Shqipëri, ka ambicje në vetvetet e ata që janë sportistë, ndryshe futbolli, sepse ne jemi mësuar që të shohim ndeshje pas ndeshje kështu me radhë. Ndryshe volejbolli, se deri diku i shkon afër. Por noti nuk është se ka noti është më pak i ndjekur, por që ka goxha, domethënë notar që vazhdojnë me pasion, vazhdojnë për... Disa njerëz pretendojnë që mund të ikin edhe jashtë konkurrojnë diku ku janë garat më të forta, ku është noti më i ndjekur diku kështu. Po edhe këtu nuk është se po ngelet mbrapa, ka filluar që të njihet pak nga pak për ditë më shumë, domethënë. Olivia, ti përpara se të shkosh në not, e kontrollon për shembull ushqimin, ke ushqime të veçanta në ato ditë që ke not, apo si zakonisht? Po, nuk të dielave, se unë bëj dhe të diel dhe të shtunë, në mëngjes, ha banane dhe qumësh, ato t'japin energji. Bravo. Po, duhet përsëri... Po, duhet... Gjithmonë kur mbaron notin duhet të hash një frut, mami jep gjithmonë banane. Gjithmonë, atë? Me ka mësuar, gjithmonë kur mbaron notin, s'me jep gjë tjetër banane. I them, o mama, hat një banane, vem këtë më ka. Olivia, se ka një pyetje, kush është notare më e mirë kur shkoni në plazh, ti apo mami? Po, të dyja të mira jemi. Po kush e ka lënë tjetrës, zakonisht? Nuk e ndan mamin. Elioni, sa kujdes bën ti në regjimin tënd ushqimor? A pyet apo jo profesorin, a kërkon ti një ushqim i cili është më i veçantë se sa njerëz të tjerë të familjes, apo konsumon më tepër se sa ata? Ajo dihet që profesorin e pyes, sepse ka regjim futbolli ka veç. Dhe do të konsumojmë shumë fruta, lëngje duhen shumë, edhe mish do të hajmë shumë, se marrim energji. Edhe mish. Dhe vitaminat duhet i kemi të parat. Dhe dihet që nga familja do i hajnë ndryshe, se një vak më shumë para ndeshjes mund të hajnë një pjatë më shumë, për shembull, 2 pjata më shumë, fruta më shumë, mish. Po, ndjesh më i uritur pas ke përfunduar stërvitje ndeshjen? Po, natyrisht. Është normale. Po, trupi atë ka ndryshuar, a je zgjatur më shumë tani që merresh me futboll? Je zgjatur më shumë. A ndjesh ti më i lehtë, çfarë? Çudit më elastik është, se janë hapur muskujt, janë zgjatur dhe dihet që do ndjem më elastik, më i gjatë, më... Tani nuk besoj mos e shkon që të luash futboll në lagje, sepse ti merr përpara gjithë ata. Po. Mësuese Vitoria, pjesa e regjimit ushqimor që patjetër i bashkangjitet aktivitetit fizik, sa kujdes duhet ushtrojnë prindrit? Është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm për ata që merren me aktivitet fizik, por dhe fëmijët normalisht, sepse ka ndryshuar çdo gjë. Ushqimet nuk janë më siç kanë qenë përpara, çdo gjë duhet shumë jashtëzakonisht e kujdesshme, sepse regjimi ushqimor është ai që luan rolin kryesor në aktivitetin fizik, që jep zhvillimin e duhur dhe gjatësitë dhe nuk e djeg muskulaturën, e ndihmon që ajo të zhvillohet e shëndetshme dhe fëmia të jetë i shëndetshëm. Një trup i shëndetshëm pa ushqimin nuk është kërkuar. Absolutisht. Edit, mendon se volejbolli të ka bërë mirë jo vetëm për të zgjatur, po për të pasur këto linjat që shumë vajza i ëndërrojnë në moshën tënde, sepse vëmë re për fat të keq që nga
ushqyerja jo e shëndetshme, kemi vajza obeze që 14-15 vjeç e kështu me radhë. Po, më ka ndihmuar vërtet, pasi duke pasur shumë ndeshje dhe duhet jem gjithmonë në formë edhe në stërvitje, duhet mbaj gjithë kohës një regjim, si në ushqim edhe në lodhje fizike, në gjithë shka, ushqimi duhet jetë sa më bimor, si të thuash, duhet të hajmë fruta, gjëra perime, sa më shumë, sa më të freza, do me thënë, duhet jetë gjë gjë, edhe jo gjëra të thata, si shumica e adoleshentëve dhe të moshës tonë, fast food duhet i evidentojmë komplet, por edhe duhet mbajmë dhe një regjim vërtet shumë të mirë, pasi lodhja e tepërt në darkë, bën vërtet që ditën tjetër mos ketë oksigjen në tru. Çohemi vonë dhe pishet komplet regjimi jonë edhe dhe të fillojmë. Drejt, mirë. Me kaq sa folën Olivia, Leoni edhe Editi vura re që kishin informacion, prindrit bëjnë punën e tyre, por informacioni sot është gjerësisht i marrë edhe nga interneti, apo jo, Denis, edhe nga ju që jeni instruktor. Sa informacion më tepër kanë nga bashkëmoshatarët ata që merren me sport? Duket që informacion kanë goxha, për shkak se... Flasin sikur t'janë specialist, për hir të zbërtetës. Normal. S'kan asnjë lloj diferencë. Eksperienca bët vetëm pastaj që kuptojnë që nuk kanë më vlerë ushqimet... Ata e njohin trupin e tyre, e dinë se çfarë duhet. Nuk kanë më vlerë pastaj ushqimet e thata, ushqimet kohë, se e shohin që duke ngrënë ato lloj ushqimesh nuk ka as energjinë e dur, nuk ka as zhvillimin e dur këtë trupi, nuk janë proteinat e dura, janë vitaminat e dura, janë fibrat e dura, kështu që normal në sport nuk mund të ecesh me ushqime do si do, duhen ushqime të kontrolluara, duhet pushimi i kontrolluar, diskutohet. Ka patur raste kur ju shumë i vetë rëndësishëm. Si instruktori keni korrigjuar prindrit në ato psikozën që kishin që duhet ushqejnë sa më shumë se lodhen? Po, normal, unë kam pas fakt një prind dikur që thotë lodhe fëmijë që të jap që të hajë ndarkë shumë. Ai do të thjesht i jepte të hante, kupto, ishte janë ca gjëra të pavlerë, nuk thjesht ato duan fëmijë që të jetë i shëndetshëm, po kanë harruar që i shëndetshëm nuk është thjesht i topolak, i shëndetshëm është thjesht fizik i mirë si puna çunit e gocës që janë përgatitur, që janë trupa të mirë. Olivia i mirë është thjesht i lidhur, thjesht i lidhur, i përgatitur fizikisht, kush ka shëndetin, kush është topolak, kush është i mbushur, e ka fizikun e mirë, sa mund të jetë siç dalin tash që pjesa më e madhe e fëmijëve adoleshentëve dalin anemik, me mungesë të theksuar hekuri për arsye të keq ushqyerjes, patatinat që hanë. E drejt. Mirë, jemi drejt fundit. Olivia, a do thuash ti diçka për ta mbyllur programin për të gjithë shokët dhe shoqet e tua që duan të jenë në not, po akoma nuk e kanë filluar. Pse duhet të jenë në not? Një profesorit e mi i ka thënë mami që noti ti hap mushkrit edhe s'ke nevojë ti këtë doktori, se unë që ku fillova noti tani nuk thë morëm asnjëherë. Kjo ishte forma më e bukur edhe mesazhi më i mirë që mund të përcjellnim. Ju falenderoj shumë që ishit me mua në këtë studio. Vërtet një bisedë e këndshme, kanë fluturuar minutat sot në vizionin e pasdites. Sporti është shumë i rëndësishëm, ndaj nëse nuk keni vendosur akoma që të dërgoni fëmijën tuaj, do bënit shumë mirë që ta nisnit që sot. Përderisa ne kemi folur mjaftueshëm gjatë për të gjitha avantazhet që kanë ata fëmijë dhe të rinj që merren me sport. Faleminderit shumë që na keni ndjekur, faleminderit Butik Pendium që gjendet tek Myslim Shyri dhe mundson veshjen time. Ne bashkë takohemi në puntat në ardhshme, deri atëherë. Kalofshi bukur, mirupafshim.